Ja dhe horoskopi i thelluar dhe i detajuar për shenjën e Demit, për muajin korrik 2025, me fokus në punën, dashurinë, financat, shëndetin dhe një ritual të plot për të tërhequr energji të mira. Për shëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në parashikimin ton mujor. Unë jam shumë e emocionuar t'ju zbuloj çfarë kanë rezervuar yjet për muajin korrik 2025. Ky muaj vjen plot energji të reja, mundësi të papritura dhe momente kyçe për secilën shenjë zodiakale. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar dashuri, sukses në karrierë apo thjesht pak më shumë fat, ky horoskop do t'ju ndihmojë të lundroni nëpër sfidat dhe të shfrytëzoni në maksimum potencialin e korrikut. Jemi gati të zbulojmë sekretet e vijeve? Le të fillojmë. Demi korrik 2025. Një muaj për të forcuar pozicionin tënd dhe për të bërë hapa të qëndrueshëm drejt qëllimeve të mëdha. Puna e karriera. Korriku vjen me ritme më të ngadalta në fillim, por qëllimi është të jap mundësinë për të reflektuar, planifikuar dhe organizuar më mirë strategjinë e punës. 10 korrik, ditë të qeta, por me ngarkesë mendore. Do të ndjesh nevojën për pushim ose për të shkputur pak nga rutina. Për Demin kjo është periudhë e vlefshme për planifikim afatgjat. 11-20 korrik, mundësi për ndryshim pozicioni, ngritje në detyrë ose hyrje në një projekt me më shumë përgjegjësi. Por kini kujdes nga persona që përpiqen të ndikojnë në vendimet e tua për interesat e tyre. 21-31 korrik, energjia rritet ndjeshëm. Sfidat e vogla të fillimit të muajit shndërrohen në njohje dhe vlerësim nga të tjerët. Një takim apo intervistë mund të sjellë zhvillim të madh profesional. Këshill, mos harro të shikosh përtej sigurisë së zakonshme, ndonjë rrezik i vogël mund të sjellë përfitim të madh. Dashuria e marrëdhëniet. Për çiftet, ky është një muaj që kërkon komunikim të hapur. Nëse ka pasur tensione më parë, tani është momenti për t'i adresuar pa frikë. Për çiftet e qëndrueshme, korriku sjell vendime të rëndësishme, si bashkëjetesa, fejesa ose një hap i ri bashk. Për beqaret, një person nga e kaluara mund të rishfaqet rreth datës 7 ose 17. Megjithatë, njohjet e reja që ndodhin në javën e fundit të muajit, 24-30 korrik, kanë potencial të vërtet për lidhje afatgjat, veçanërisht nëse janë me shenjë uji, peshqit, gaforja, akrepi. Momente të artë për dashurinë 6-11-24-30 korrik. Ditë për të shmangur debatet 15-17 korrik. Këshill emocionale. Mos fshi ndjenjat pas sjelljes së ftohtë. Partneri oja nuk mund të lexojë gjithmonë mendimet e tua. Paratë, financat. Demi ka një sens natyral për menaxhimin e financave dhe kjo do të të ndihmojë shumë këtë muaj. Fitimet të qëndrueshme vijnë përmes projekteve afatgjata që ke nisur më herët. Rreth datës 10-14 korrik, një shpenzim i papritur për familje apo shtëpi mund të stresojë pak, por nuk do ndikojë seriozisht në buxhetin tënd. Nëse planifikon të ndërmarrësh një investim, data më e favorshme është pas datës 22 korrik. Këshill praktike, mos i trego të gjithëve çfarë fiton, ruaj një nivel diskrecioni financiar. Shëndetje e energjia. Shëndeti fizik është përgjithsisht i mirë, por luhatjet emocionale mund të ndikojnë trupin. Demi, si shenjë e tokës, ndjen gjithçka në stomak dhe qaf. Vëmendje ndaj sistemit tretës, tensionit në shpatulla dhe qaf, frymëmarrjes sipërfaqësore. Rreth datës 13-18 mund të ndjesh lodhje të shtuar, është momenti ideal për një detoks të lehtë, ushqime të gjelbra, më pak sheqer, ujë me limon dhe mente. Meditimi në natyrë, veçanërisht në mbrëmje, do të sjellë balancë emocionale. Sugjerim: konsumo çajra natyral me kamomil, rozmarin ose livando që qetësojnë sistemin nervor. Rituali i muajit korrik për Demin. Ritual për qetësi shpirtërore dhe tërheqje të mirëqenies materiale. Kohë e përshtatshme. Natën e parë të hënës së re, rreth 3-4 korrik. Çfarë të përgatisesh? Një qiri jeshil. 3 gjethe dafin. Një monedhë e pastër metalike. Një enë me pak ujë deti ose ujë me krip Himalaya. Si ta bësh? Vendos qirin në qendër, rreth tij gjethet e dafinës dhe monedhën. Ndis qirin dhe thuaj me zë. Qetësia, forca dhe bollëku më ndjekin. Toka më mban, drita më udhëheq. Lëre qirin të digjet për 10 minuta, jo më shumë, ndërsa qiriu i shkryrë dhe dafinat thithin energjinë. Pasi përfundon, ruani monedhën në portofol për të tërhequr fat dhe siguri financiare gjatë muajve që vijnë. Dhe ja ku mbërritëm në fund të horoskopit ton të detajuar për muajin korrik 2025 për shenjën e Demit. Shpresoj që këto parashikimet ju ndihmojnë të merrni vendime të mençura dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që yjet ju ofrojnë. Mos harroni, universi flet me ne në shumë mënyra, dhe astrologjia është një dritare drejt kësaj urtësie. Tani këtu kemi një dietë të përshtatur për shenjën e Demit.
Për muajin korrik 2025, e ndërtuar sipas karakteristikave astrologjike, ndikimeve planetare dhe nevojave fizike të kësaj shenje gjatë këtij muaji. Dieta e shenjës së Demit, korrik 2025. Fokus, qetësi trupore, pastrim nga toksinat dhe balancim metabolik. PSK nevojë Demi për dietë korrik. Korriku është një muaj me ndikim të fortë emocional dhe fizik për Demin. Prirja për ngarkesë nervore, mbajtje uji dhe rëndim në tretje është më e lartë. Hëna e re në gafore dhe ndikimi i afërditës e bëjnë Demin më emocional dhe më të prirur për të ngrënë emocionalisht. Objektivat ushqimor për korrikun. Lehtësi në tretje, shmang ushqimet e rënduara dhe të yndyrshme. Pastrim i mëlçisë dhe zorrëve, përdor barra dhe produkte natyrale detoks. Qetësi nervore, përfshi ushqime që ndihmojnë sistemin nervor. Ushqime që rrisin energjinë pa e rënduar trupin. Ushqimet e rekomanduara. Fruta, mollë jeshile, pastrim dhe tretje. Kumbulla, kundër kapslëkut dhe pastrues natyral. Boronica dhe manafera, antioksidues dhe mbrojtje për enët e gjakut. Shalqi dhe pjepër hidratuese kundër mbajtjes së ujit. Perime, spinaq, rukola, majdanoz. Kungull i njom, karrota të zjera, lule lakër. Panxar, pastrim gjaku dhe heku natyral. Burime proteine të lehta. Peshk i bardh, merluc, levrek. Gjel deti, mish pule pa lëkur. Thjerëza qiqra, po jo të përzjera me mish. Vezë të zjera, jo të skuqura. Ushqime qetësuese për sistemin nervor. Çaj kamomili, çaj livandoje ose lule bliri. Banane, magnez dhe kalium. Ara dhe lajthi, por në sasi të vogla. Lëngje natyrale detoks. Lëng panxari, mollë jeshile, xhenxhefil. Ujë me kastravec, limon dhe mente. Çaj i hithrës ose çaj detoks me barishte alpine. Plan ditor i thjesht, sugjerim ushqimor. Mëngjesi 07 30 08 30. Një filxhan çaj kamomili, një banane. Një fet buk integrale me avokado dhe pak vaj ulliri. Vakt i lehtë 11:00. Një mollë jeshile ose një dorë boronica. Dreka 13:00 14:00. Sup perimesh, gjoks pule i zier ose i pjekur. Salat jeshile me vaj ulliri dhe lëng limoni. Një gotë lëng panxari moll. Pasdite 17:00. Çaj livando, disa ara ose një fet pjepër. Darka 19:30-20:00. Peshk i zier me perime në avull. Një gotë ujë me limon ose çaj mente për tretje. Ritual ushqimor për energji dhe qetësi emocionale. Çdo mëngjes, para mëngjesit, pije një gotë ujë me 3 pika limon dhe thuaj: trupi im pastron, shpirtin tim qetëson, çdo qelizë rigjenerohet. Bëje këtë për 7 ditë rresht nga data 9 deri më 15 korrik, ku Demi ndikohet më shumë nga hëna. Nëse ju pëlqeu ky horoskop dhe dëshironi të merrni parashikime të tjera të rregullta, ju lutem abonohuni në kanal. Gjithashtu, mos harroni të lini një like dhe ta ndani këtë video me miqt dhe familjen tuaj. Mbështetja juaj është thelbësore për ne. Shihemi në videon tjetër.